kam në studio dy profesor të nderuar të gjuhës së shqipe. Ajo është profesoresha Gresa Katana Hoxha. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku. Kënaqësia është e imja. Faleminderit për ftesën. Dhe gjithashtu profesor Islam Hoti. Përshëndetje profesor. Faleminderit për ftesë. 7 marsi, më lejoni së parit ju them gëzuar edhe për ju, urime, si mësimdhënës. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Është besoj e veçantë kur përcjellni dijen për gjuhën shqipe. Shumë e veçantë. Ta them kështu se është vërtet shumë e veçantë, është një gjë që të flenë në shpirt dafin, është diçka që e bën me shumë qef, me shumë dëshirë, me shumë pasion, dhe është një gjë e cila bëhet çdo ditë. Mendoj që të mos ekzistonte kjo dëshira e madhe, pasioni që ke ti për lëndën, ndoshta edhe vetë rezultati nuk do jetë ai i duhuri, por secila gjë kur bëhet me dëshirë të madhe, me pasion të madh, vërtet mund të themi që arrim rezultate, ashtu siç neve duam. Profesor, sa vite u bën me gjuhën shqipe dhe editarin? Me gjuhën shqipe kanë kaluar 2 dekada. Shumë shpejt. Një kornizë kohore shumë e shpejt, por e cila ka lënë ta qym kështu përshtypje të mira, jashtëzakonshme, përvojë jashtëzakonshme në punën time 20 vjeçare. Që do t'ja sugjeroj edhe të tjerëve, këta që të pretendojnë për të studiuar, një zgjidhje e mirë. Ti shohin profilet arsimore. Sepse është një kënaqësi e veçantë të punuarit në arsim. Atëherë, 7 marsi për vetë ju personalisht, çfarë kuptimi ka? Kuptimi. Mund të them se është një datë shumë e rëndësishme. Gjithmonë kur përmendet, si të themi, ta zgjon atë dashurinë e madhe për profesionin të cilin ti e ushtron. Të edukosh breza të tërë nuk është një gjë e lehtë, është një privilegj i madh, është një herit edhe një dëshirë e madhe, edhe mund të them që në zemrën time mban gjithmonë një vend shumë të veçantë. Domethënë, kur përmendet 7 marsi, për mua është një vend shumë të veçantë. Është një lloj feste që më zgjon akoma më tepër dashurinë për profesionin të cilin ushtroj, profesionin e mësuesit. Nga nxënëse në vetë tani një mësimdhënëse, sa është, le të themi, rritur më shumë edhe vetdia për këtë datë, edhe në aspektin historik, por edhe në atë profesional, Gresa? Ta them të drejtën, gjithmonë e kemi shënuar, gjithmonë e kemi përmendur 7 marsi, që kurse unë kam qenë vetë nxënëse dhe tashmë edhe profesoresh në po të njëjtin institucion që unë kam mësuar dikur. E kemi përmendur gjithmonë rëndësinë e kësaj dite, se si përkon me hapjen e mësimtores së parë shqipe në Korçë, si themi ajo fitimi i dietarëve tanë, fitoria tyre e madhe që simbolizoi hapjen e kësaj mësimtoreje të parë shqipe në Korçë. Mund të them që është një arritje shumë e madhe kjo. Mund të them që ato kanë qenë të etur për dieni dhe në fund të simbolizohet me hapjen e mësimtores së parë shqipe në Korçë. Çfarë duhet të kemi, le të themi, gjithmonë në kujtesë kur përmendet 7 marsi në aspektin historik, përveç asaj që na përmendet edhe profesoresha që lidhet pra me hapjen e mësimtores së parë? Ne kemi krijuar si festë për faktin se 7 marsi për neve simbolizon fillimin e arsimit shqip. Po. Në kuadrin e rindjes sonë kombëtare, një prej arritjeve më të mëdha që ka patur rilindja ka qenë shkolla shqipe. Pse e them këtë? Sepse në kushtet në cilat është hap shkolla shqipe, gati të pamundura, sepse në njërin anë është pushtimi osman, në anën tjetër është ortodoksizmi grek, ta quajmë kështu, i cili insiston me të madhe që të mos ketë shkollë në gjuhën shqipe. 7 marsi i vitit 1887, ta quajmë nën ndikimin, sepse të parët e cilët ndikuan ishin vëllezërit Frashëri, të cilët morën një leje nga Stambolli, të hape një shkollë në gjuhën shqipe në Korçë, në rajonin të cilin ta quajmë mban ta quajmë kështu dominimi i greqishtës për kohën, në të cilin kanë qenë ekzistent shkolla në gjuhën greke, të hape një shkollë në gjuhën shqipe.
cila është pjesa më interesante. Ajo shkollë që sot ne shkojmë e vizitojmë, ajo është dhuratë. Dhuratë e një qytetarit Korçës, Diamant Terpo. Dhe fillimisht fillohet me pak nxënës, me 35 nxënës, sepse porta e lartë e jep pëlqimin, por vetëm për nxënësit e besimit kristian, katolik, jo për musliman. Tek më vonë inkuadrohen, për pak vite inkuadrohen edhe pjesa muslimane, nuk është se e zbatojnë urdhrin, dhe ta quajmë vijon me 35 nxënës dhe mbërrin diku në 200 nxënës. Të parët ta quajmë kështu që e kanë udhëheq institucioni, ka qenë Pandeli Sotiri, mandej Petronini Leorasi, e një grup tjerë të mësimdhënësve. Më vonë çelet edhe paralelja për vajza, sepse fillimisht e kemi vetëm për djem, të cilën e udhëheq familja Qiriazi. Ka pas disa shkputje, disa fillime, disa ndalesa, por në vitet 1960 kjo datë konsiderohet që duhet festohet si festë shtetërore, sepse në kushtet të jo fort të rëndomta, ne kemi filluar arsimin në gjuhën amtare. Prandaj për neve mendoj që duhet të jetë si piknisje arsimit, po dhe dijes, edhe në kuadrin e iluminizmit përgjithshëm për shqiptarët. Prandaj edhe kjo festë ka mbetur si e tillë tek ne. Është e veçantë vetë, le të themi, piknisja, kur bëjmë një prezantim historik, le të themi, të ngjarjes, po aq është e veçantë edhe tek ne shqiptarët në Maltozi, apo jo? Kjo datë dhe shënimi i saj. Shumë e veçantë. Të them të drejtën, Dafina, këtu kena parasysh edhe përpjekje të intelektualëve tanë, mësuesve tanë shqiptar në trojat tona, në Maltezi, por edhe në vendet të tjera ku jetojnë shqiptarët si Pakica, lufta atyre që kanë bërë për arsimin në Shqip. Përmendim shumë emra, ndoshta shumë prej tyre edhe tashmë janë ndarë nga jeta dhe nuk jetojnë më, por gjithmonë përulemi para figurës së tyre dhe mundimit që ato kanë bërë për të triumfuar arsimi shqip edhe në trevat tona. Profesor, nëse vazhdojmë te kjo temë, le të themi, kur ka qenë ndoshta ajo pjesa më pozitive apo një periudhë historike më pozitive kur ne, le të themi, fituam atë që jemi për shqiptarët në Malzi jemi më krenare dhe më të lirshëm në këtë arsim. Rënia vitet e 90 e mbas ka pasur një kthesë të jashtëzakonshme për neve në çdo aspekt, edhe në aspektin e lirisë edhe të përdorimit gjuhës. Në njëra në anën tjetër kemi qenë shumë entuziast. Shumë interesant se kemi qenë shumë entuziast në formimin e identitetit tonë kombëtar, i cili ka qenë deri dikon edhe në luhatje, sepse 40 vite ta quajmë komunizëm e kanë bërë veten, jo për ne, por edhe për kombet të tjera të cilët kanë qenë në ish Jugosllavi. Edhe në një pakicë e vogël, nuk kemi pakicë e madhe, kemi ditur të ruajmë identitetin tonë edhe në kuadrin e gjuhës, edhe në aspektin e përgjithshëm. Tani, nëse dalim të kjo koha sot më moderne, sa po ruajmë gjuhën shqipe nga gjitha ndikimet e botës virtuale, të internetit, të gjuhës angleze, të shumë prurjeve të reja në thojze, nëse mund të them. Greçësia është qenë se ndoshta je dhe afër gjeneratave të reja, me njëherë shkëputur nga studimet, pak vite më parë tani në bankat për të dhënë mësim. Them të drejtën, Dafin, ne si staf, i gjithë aktivi, i gjuhës dhe letërsisë shqipe, mundohemi shumë. Mundohemi shumë që në moment që nxënësve japim dituri, në nxënësve shpjegojmë mësimet, mundohemi që ta ruajmë gjuhën shqipe. Them të drejtën, flas nga përvoja ime, ka shumë herë, ka shumë raste që veti korrigjoj nxënësit, sepse në orën e gjuhës dhe letërsisë shqipe dua të flitet vetëm shqip.
pa huazime, pa fjalë të huja, pa ndikime të tjera, dua që vetëm të flitet gjuha e pastër shqipe. Dhe them të drejtën, gjithmonë e luftoj këtë gjë, gjithmonë dua që të dalë fitimtare dhe mund them se edhe kam arritur qëllimit. Mund them se të paktën në ato 45 minuta të zhvillimit të orës së mësimit, ato janë të vëmendshëm, ato janë të kujdesshëm, flitet vetëm gjuha shqipe, pa ndikime të gjuhës së huaj, pa huazime, mundohen domethënë që ta ruajnë këtë gjë. Ne bëjmë çmos, bëjmë sa mundemi, por edhe ndikimi i teknologjisë normale që ndikon, ndikimi i fjalëve të huja, shprehjeve të ndryshme, ne e dim që ndikon në jetën e përditshme. Nëse flasim për ambientet e shkollës, mundohemi që këtë gjë ta ruajmë sa më tepër. Në këto 2 dekada mësimdhënie aktive gjuhës së shqipe, çfarë mund të themi kur ka pasur më shumë nxënës të interesuar, më herët apo tani? Mendoj se kemi një vijshmëri konstante. Drumi që marrim, do të nxënësit i kemi, mendoj që është në situatë mirë. Ne nuk kemi të quajmë rënje në këtë drejtim. Kemi pasur një konstant e çështja është sa punohet me gjeneratat që janë edhe që vijnë. Edhe në raport me ato të kaluarën, po për këta që flas për këta që momentalisht janë tek ne të cilët pritet vinë të tjerët, çështja është sa stafi të quajmë pedagogjik punon me nxënësit. Përndryshe ne kemi rini të mirë. Duhet pranuar që kemi rini të mirë. Të gjithë të quajmë kështu, qyteti ka një strukturë të mirë të familjeve, të cilët krijojnë pasardhës të mirë. A kemi bashkëpunim të mjaftueshëm edhe në mënyrë, le të themi, frytdhënëse në aspektin e ruajtjes së gjuhës edhe me shtetin am, me shkollat ndoshta shqipe si në Kosovë dhe si në Shqipëri? Aspekti gjuhësor në lokalitetin tonë, si e shoh unë. Në dekadat e shkuara, ne duhet theksu që është ndoshta shqipja sot më është pak më mirë se sa më herët. Pse e them këtë? E them sepse gjuhët e vogla si shqipja maltezi normalisht do të jenë në presionin e gjuhëve anësore. Sikurse po themi, nëse e kthejmë kohën mbrapa për 50-60 vite, do të shohim që kemi pasur ndikim të jashtëzakonshëm të turqizmave ose të turqisë së dikurshme, që sot nuk vrehet. Po ashtu, nëse e vrejmë gjuhën e 3 dekadave më herët dhe në raport me gjuhën sot, do të vrejmë që slavishtja ka më pak ndikim në Shqipen e sotme, fal hapjes së kufive, fal lëvizjes së njerëzve, fal lëvizjes së kulturës, po edhe nivelit kulturor. Dhe unë mendoj që aspekti gjuhësor sot është më mirë se sa nëse e shohim 3 dekada më herët. Po më gëzon ky fakt. Po është shumë interesant, unë kështu e shoh, të tjerë ndoshta nuk e shohin kështu, po unë kështu e shoh. Globalizmi, prandaj në pjesën ta quajmë kështu të hyrjeve të anglishtes, të fjalëve të cilët janë globaliste, ai është temë tjetër, sepse hyn në të gjitha gjuhët. Po. E përfaqësojnë të gjitha gjuhët e huaja, e marrin diçka të tillë. Edhe shqipja domosdoshmërisht do të jetë pjesë e kësaj loje. E qartë. Sot në orat 13 do të kemi një aktivitet i cili është i hapur për të gjithë, apo jo? Është i hapur për të gjithë. Është një aktivitet që e zhvillojmë jo viti i parë, por ka shumë e shumë vite që e kena bërë traditë tashmë, për të organizuar një aktivitet të posaçëm kulturor për nder të ditës së mësuesit. Krijohet një atmosferë vërtet shumë e bukur. Na vinë si mysafir edhe profesorë të cilët kanë punuar në gjimnazin Vllazërim Bashkim, bëhen takime të bukura, ndoshta shumë vite pa u parë, me profesorë të dalë në pension, me profesorë tjerë. Bëhet një atmosferë vërtet shumë e bukur, shumë breslënëse. Nga viti në vit mundohemi që të organizojmë, të shfaqim sa më tepër edhe talentet e reja, të shfaqim sa më tepër talentet të ndryshme të nxënësve tanë në fushat të ndryshme. 7 marsi, shënimi në këtë mënyrë nga gjimnazi publik, a duhet të ketë, le të themi, një shije të hollë për përzgjedhjen se çfarë të ofrojmë publikut?
Po normale, zakonisht janë recitimet që lidhen me ditën e mësuesit, janë recitime gjithmonë mundohemi të përzgjedhim autorët tanë, autorë shqiptar, poezi të bukura të përzgjedhura. Sot kemi edhe një pjesë, një shfaqje që do jepet, nxënësit japin maksimumin e tyre. Do ketë gjithashtu edhe nxënës të cilët janë të talentuar edhe nga fusha muzikës, do kemi edhe disa pika muzikore. Mundohemi që të bëjmë një miksim të talenteve të ndryshme në aktivitete dhe të krijojmë një atmosferë sa më të bukur, pse jo. Dua të cek gjithashtu Dafin edhe faktin që tek nxënësit tanë ekziston një interesim vërtet shumë i madh. Ma beso se gjithmonë kur kemi aktivitete, duhet me patjetër që të bëjmë audicione brenda shkollës, që të përzgjedhim ato sepse secili dëshiron, secila dëshiron që të marrë pjesë. Duhet vërtet të bëhet përzgjedhje sepse janë shumë në numër. Mundohemi që t'i ndajmë në për aktivitetet të ndryshme, por ka një interesim vërtet shumë të madh nga ana e nxënësve, kur flas sa i përket aktiviteteve kulturore që ne si shkollë zhvillojmë, sepse jeni në dieni që shënimi ditës së 7 marsit nuk është aktiviteti vetëm kulturor që ne zhvillojmë si shkollë, sepse mundohemi që data të ndryshme, të veçanta, gjithmonë t'i shënojmë me aktivitete kulturore në shkollë. Kjo është shumë e bukur. Në fakt është bërë Gjimnazi Vllazërim Bashkim është bërë një pikë e parë, le të themi që nxënësit të jenë në përballje me publikun, që mos zbulojmë edhe më shumë, sepse janë të ftuar të gjithë sot në ora 13. A janë bërë këto aktivitete, profesor, të hapura tashmë edhe jo vetëm ato që janë të lidhur me shkollën, prindrit edhe mësimdhënësit, por ndoshta edhe qytetarët tjerë të jenë pjesë edhe t'i shohin? Patjetër, do të bëjmë ftesë për të gjithë ata të cilët kanë kohë dhe mundësi të jenë prezent në këtë festë të vogël ta quajmë, të cilën ne mundohemi të organizojmë në mënyrë më të mirë. Çfarë është pas këtij aktiviteti, sepse tham diçka para se të jemi në studio, ku do të jeni në vizitë? Pas këtij aktiviteti, na pret një tjetër takim ta quajmë kështu, por që është vërtet shumë i rëndësishëm për neve. Për të parën këtë vit, ne, si profesor të gjuhës dhe letërsisë shqipe, jemi të ftuar nga Ambasada e Shqipërisë në Maltëzi për të marrë pjesë në një takim që do bëhet me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bajram Begaj. Aktiviteti takimi do të zhvillohet nesër. Është vërtet një kënaqësi për të gjithë neve, është edhe një lloj respekti, ndjehemi edhe të respektuar, të privilegjuar që do marrim pjesë atje, do ndajmë me siguri përvoja sepse nuk jemi të vetmit të cilët do të marrin pjesë, pasi që do jenë edhe profesorë tjerë nga trevat e tjera ku jetojnë shqiptarët. Do jetë një takim interesant përveç se me presidentin, por edhe me kolegë tanë nga vende të tjera, të shkëmbejmë përvoja, të flasim për përvoja të ndryshme gjatë ushtrimit të këtij profesioni, pse jo, është vërtet nder dhe kënaqësi. Një takim interesant, vjen në një moment të veçantë, në një datë të veçantë, nëse do të vi rasti që të shpalosni një shqetësim t'juajin, cili do t'ishte? Përballë presidentit? Përballë presidentit që t'jetë pak më të vëmendshëm, karshi neve, ta quajmë që jemi jashtë shtetit tam, që të kenë një trajtim ndoshta më të veçantë, më të interesuar, ndoshta në të gjitha fushat, në aspektin e librave, në aspektin e përmbajtjes, në aspektin e plan programeve të cilat duhet të jenë të parafruara ta quajmë me shkollat në Shqipëri, po edhe ato në Kosovë, që parafisisht të gjithë punojmë rreth një plan programi, edhe rreth një modeli. Mendoj që për neve do të ishte shumë e rëndësishme sepse jemi njësi e vogël që duhet mbështetemi në diçka më të madhe që janë Shqipëria e Kosova. Diçka të fundit. Ndoshta nëse do ta bëja kështu pyetjen, nuk e di, a i bie mirë, po unë dua të marr këtë përshtypjen tuaj personale dhe emocionin tuaj personal. 7 marsi për ju, kur merrni telefonin në dorë, për kë është urimi i parë? Jo që ju urojmë, por ju, ku ja dedikoni urimin e parë?
Unë. Kush ka mbetur më shumë, le të themi? Për 7 marsin, gjithmonë, ajo e para që më bie në mendje është gjyshja ime. Gjyshja ime ka shërbyer me vite të tëra në arsim, ajo tashmë është e moshuar, është e dalë në pension shumë vite më përpara, por ka qenë njëra ndër mësueset e para në qytetin e Ulqinit, zonja Mërveta Alibegu. Ajo vërtet Dafin nuk e ka pas të lehtë, ajo ka ardhur nga Mitrovica, për të punuar, e martuar, për të punuar në qytetin e Ulqinit. Kushtet nuk kanë qenë, siç e dim të gjithë, nuk kanë qenë aq të mira siç janë sot, nga njëra shkollë në shkollën tjetër, pastaj përsëri duke ndruar shkollë, por ka mbetë në mendjen e të gjithë nxënësve të saj. Më beso se shumë herë kur kaloj, kur kam kontakte me njerëz, ma përshëndetën mësuesen, kjo është dysja ime e parë, ka lënë si themi atë përshtypjen e mirë tek të gjithë. Dhe ma beso është urimi i parë gjithmonë që unë ja dërgoj asaj. E kam me shumë kujdes, me shumë merak dhe urimin e parë ja dërgoj gjyshes sime mësuese së dalë në pension. Ja urojmë edhe ne. Profesor, për ju kush është? Po të kisha mundësi, normalisht kesh ma tepër imagjinare, dhe doja të kisha një farë urimi për gjithë stafin të cilët kam pasur në shkollën fillore Bedri Lezaga. Duke filluar prej klasës parë deri në klasën e 8. Sepse i gjithë unë i shoh si një grup i cili ka ndikuar në mënyrë rrënjësore në formimin tonë. Këto emocione doja të merrja në fund. Faleminderit. Faleminderit juve. Kënaqësi, ju dëshiroj shumë suksese sot. Nxënësit e di që do shkëlqejnë kur përgatiten nga mësimdhënës edhe nga profesorë të cilët janë të përkushtuar, por edhe me fjalë të mira që thatë për ta, besoj se janë më të motivuar sot. Patjetër, shpresojmë, kështu shpresojmë edhe neve. Faleminderit.